qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë kanë rritur numrin e ekipeve të tyre për vizitat shtëpiake apo ndryshe siç quajmë edhe trajtimi paliativ, vizitat paliative, të cilat ndër vite ka pasur problem në këtë për shkak se nuk ka pasur mjaftueshëm ekipe mjekësore. Tashmë kanë pajisje, kanë vetura dhe në çdo vit po rritet edhe më shumë numri i tyre. Perfekt. Osara, përveç që pas ka dalë, po besoj një material edhe një historie mjaft interesante, ka qenë edhe një eksperiencë shumë e mirë edhe për juve, edhe po besoj ja u ka shu kureshtje në plot aspekte. Ka qenë pak diçka më ndryshe, pasi që mi mësu që trajtimet mjekësore mi marë në për klinikat, ose në për në qendrat e mjekësive familjare, e kjo është pak diçka më ndryshe, sepse është të ofru një trajtim mjekësor në kushte shtëpiake, me pajisje mjekësore të stafit mjekësor të QMF-s në Kalabri. Edhe vlen të theksojmë se qendra tashmë në qendër ka shumë renovime pra infrastrukturore, gjë që të lëke shumë përshtypje, krejt pastërtia, investimet brenda e kështu me radhë. Perfekt. Edhe lojme të mira gjithashtu. Faleminderit shumë. Po përparojmë. Edhe për këtë historie, se çdo herë na i sjell historiet fantastike, kështu që pa humbur kohë po e ndjekim. Ekipet mjekësore të qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë për çdo ditë të javës po realizojnë shërbime mjekësore për pacientët në shtëpitë e tyre. Një ndërto është edhe ekipa mjekësore e qendrës së mjekësisë familjare në lagjen Kalabria të Prishtinës, të cilët po vazhdojnë me realizimin e vizitave shtëpiake për pacientët të cilët nuk kanë mundësi të paraqiten vetë në qendër për kontrolle. Ky shërbim është bërë të jetë i rëndësishëm, veçanërisht për personat e moshuar, ata me aftësi të kufizuara dhe ata pacient në gjendje të rëndë shëndetësore. Tash së bashku me ekipin mjekësor të QMF-s në Kalabri do të vazhdojmë në punën e tyre për në teren. Shefja shërbimit të vizitave në shtëpi, Saadit Kelmendi së bashku me ekipin e televizionit ATV, ka realizuar një vizit në njën nga familjet në Prishtinë, ku ka ndarë me publikun detajet të plota të procesit të kujdesit shëndetësor që ofrohet në kushte shtëpie. Kelmendit të ka vënë në parëndësinë e këtyre vizitave, ajo ka nënvizuar edhe për kushtimin e ekipeve mjekësore për të ofruar trajtim të njëjtë si në QMF. Gjatë vizitës u vrejt kujdesi profesional që kushtohet pacientit, duke përfshirë matjen e parametrave jetësor, analizat bazike dhe përcjelljen e vazhdueshme të gjendjes së tij. Këta e pacientat tonë që 6 vite, pacienti është me smundje kronike pulmonare, është me insufisiencë respiratore, i varën për oksigjenit. Pacienta që i vizitojmë shumë shpesh sa ka nevojë, momentalisht kanë thirrë, shohim ankesat e tyre. Fillojmë me matjen e parametra vital, që është saturimi, është pulsi, është tensioni, me ekzamenimin që ja bëjmë të mushkërive tonë të zemrës, edhe shohim tani në fund terapi. Ekipi mjekësor i përbër nga mjek dhe infermier është i pajisur me mjetet e nevojshme për të siguruar një shërbim të standardizuar edhe jashtë ambienteve të QMF-s. Dëgjoj pak e në mushkërit ashtu? Pacienti vizituar kishte nevojë për trajtim të rregullt dhe vlerësim të gjendjes së tij, çka u bë me profesionalizëm dhe kujdes të veçantë. E temperaturë diçka? Jo, cilat janë problemet ma? Kur? Qene që shtu dritaret, freskohu, nëse ke mundësi ma zdite me dalë në balkan, nuk je, këtë po problemi është ka pak mi u ljitësua.
Si shkoj krejt procesi për ekzaminimi mjekësor tek pacienti në fjalë? Pacienti është pacienti joni ka 5 vite, është me smundje kronike, është me smundje kronike obstruktive pulmonare. Bukur shpesh kohët e fundit po ka nevojë për shërbimin tonë, nuk po kalojnë një javë ose 10 ditë. Ajo çka bëjmë na të një vizitë mjekësore, gjitha shërbimet, gjitha ekzaminimet që bëjnë ambulant, përpos të dallon lokacionet, gjitha këtu i bëjmë në shtëpi. Ja mbajmë gjitha parametrat vital, e bëjmë ekzaminimin e mushkrive, të toneve të zemrës, ja marrëm anamnezën totale dhe në fund i ordinum një terapi e cila është normale dhe arsyeshme për gjendjen momentale të pacientit që e ka. Ajo që mas shumti na bëjmë të këta pacient është edhe këshillimi dhe edukimi për smundjen e vet, si dhe për marrjen e terapisë së rregullt. Gjithë ta pacientë kanë terapinë e vet, mirë po ne her pas here ai pacient ka nevojë me ndru, ka nevojë me rrit dozën apo me hjek apo me ndryshuar në një bar tjetër, gjitha këtu na i bëjmë në kushte shtëpiake. Nga ana tjetër, drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës, Izet Sadiku, ka deklaruar se janë shtuar kapacitetet për realizimin e vizitave shtëpiake, duke bërë që ky shërbim të jetë më i shpejt dhe më efikas. Atëherë, drejtora, mundeni më na tregu se si po shkojnë shërbimet shtëpiake të kujdesit parësor shëndetësor në Prishtinë? Po, fatikisht shërbimi shtëpiak është një shërbime më të avancuara që kemi bën kryqëzet ne. Fatikisht ky shërbim para 3 vjeteve do ka qenë shërbime me një ekip gjatë 8 orëve për 5 ditë javës, ndërsa para 3 vite ne këtë shërbime kemi rrit dhe kemi bë 4 ekipe, çdo ditë jepet shërbimi 12 orë në dite gjatë 365 ditëve të vitit. Kjo ka rezultuar me rritjen e numrit të pacientëve dhe derisa në vitin 2021 kemi pas diku rreth 30.000 vizita dhe shërbime. Vitin e kaluar kemi pas mbi 78.000 vizita dhe shërbime mjekësore në shtëpi të gjithë ata pacientë cilët nuk mundin me marrë shërbim, qoftë për shkak moshës ose për shkak të smundjes, ekipet tona shkojnë në shtëpi dhe japin terapi. Realisht këtë shërbim ne tash jemi duke forcuar prapë, do të bëjmë edhe ekipe shtesë aty, do të bëjmë edhe gjatë vikendit do të bëjmë 2 ekipe dhe njëkohësisht do shtojmë edhe psikologun klinik dhe fizioterapeutin me qëllim që ky shërbim të përfshijë shërbim paliativ, që paraqitet numri i pacientëve që kanë nevojë për smundje paliative që janë në fazën terminale, domethënë po rritet gjatë një më shumë dhe ne po përgatitemi që ekipet tona të angazhohen që m'ia bë dinjitet me jetën e njeriu deri në minutat e fundit të jetës tij. Jemi në QMF në Kalabri ku tashmë ka pasur edhe investime në pikërisht në objekt, po sapo kanë edhe pajisje edhe vetura për me shku deri tek shtëpitë të rasteve të ndryshme. Po fatikisht kjo është një prej shërbimeve që na kemi investuar kogja shumë, domethënë për arsye se vetë puna dhe angazhimi dhe nevoja e këtij shërbimi, ne para 2 viteve domethënë kemi ble 4 vetura dhe ekipet kanë, secili ekip ka veturën e vet. Kemi ble pajisje për stafin, dhe kështu që jemi munduar që përveç kërkesave tona për me edhe rritjes së ekipeve me plotësuar kushtet dhe nevojat për staf dhe besoj se tash kanë kushte shumë më të mira për me dhënë shërbime më cilësore për shtarët e Prishtinës. Hajvali. Në rregull, dhe ekipa vjen gjatë ditës. Ndryshe, ky shërbim jo vetëm që lehtëson mbarrjen e pacientëve në nevojë, por gjithashtu ndihmon në zbulimin dhe menaxhimin më të mirë të sëmundjeve kronike dhe gjendjeve të rënda shëndetësore.